Reagimi vetëvendosis edhe i shoqërisë civile edhe i subjekteve tjera, ashimi në qyti si disfatis, ignorant, pastaj ju e po që prom deklarën që do t'jetë me, do të përfaqësohet me deklaratën në pavarësis, edhe në men 1-2-4-4, me rezolutën 1-2-4-4. Bile shkoj atje sa që tha, kjo do të arruaj sovranitetin e Republikës Kosovës. Në mbroma të qëtëve, mirë si vëqenjë këtu në Zëbërru, i falenderit shumë për me këpritje edhe për këtë mundësi që të partisedojnë. Të studimet që i bojmë na me njerëzit në për Kosovë, gjithë ka në për qytete e fshatra të Kosovës, janë edhe të domosdoshme dhe janë të pazavendësueshme. Sepse përfundon në për takime, në për mbledhje, edhe të hub kontakti, të hub zoni i qytetarëve. Pra bëhësh zoj qytetarëve, mirë po në anën tjetër, zoni drejt për drejt i qytetarëve, fillon mund një gjuhë ma pak prej njerëzve që janë në institucione. Kështu që gjithë ata që lëvizin vetëvendosje edhe janë deputet, edhe janë antarë të kryesive, kanë pozitat caktuara të cilët janë edhe përgjegjësi, e kam për obligim gjithmonë mu këthy të qytetari, sepse në fundit populli pa politikan bon, po politikan pa popull zhvilin kurgjë. Pra edhe mos me egzistu politikan heq, populli prapë vazhdojnë me egzistu, e ka jetën e vetë, mirë po politikanët egzistojnë për shkak se përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat të qytetarëve. Në mënyrë që ma të bugjet përbashkë, mu mojtë arsimi, mu mojtë shëndetësia, mu mojtë siguria, mu mundësu zhvillimin ekonomik e kështu me. Këtu bashkë me mu jenë edhe Bacali, Ali Enuzi, Ali Pasoma që besëm e një ditë gjithë, bashkëliftari Adem Jasharit, Aida Dërguti është nënkryetare në lëvizjen vetëvendosje, është pashtu nga Voshtria, dhe janë edhe aktivistat të tjerë, qofshin të Prishtinës ose këtu të Voshtresë. Vetëvendosja do me thonë që na kërkojmë populli me vendosë për vetë. Çdo popull në botë, kur është i lirë, vendosë për vetën, por çështjet e veta politike, ekonomike, sociale e kështu me radhë. Njësoj sikur se çdo njeri në familjen e vet, në shtëpinë e vet, që ka qef me vendos për punët e shtëpisë vet. Ju e dini që secili prej juve, në familjet e juja, në shtëpitë e juja, nuk lejoni që kojshia me vendos për shtëpinë e ju. Ju bashkë me kojshin, mundi me folë për shembull për shkollën e fshatit, mundi me folë për asfaltin, për energjinë elektrike, për ujësjellsin e kanalizimin, por nuk folni për kuzhinën e juj e për odën e juj. Ato janë çështje që secila shtëpi i ndreq për veten dhe nuk i pyet të tjerë. Me të tjerë organizohesh për me folë për ndaj punë të katunit, po jo për me folë për punë të menshme shtëpisë. Pra, ashtu që është vendos secila familje në Kosovë për veten e vet, pra ashtu që është ka vetëvendosje secila familje, na kishim pas qef që edhe që kjo shtëpia jone përbashkë, Kosova me pas vetëvendosje. Pra për shtëpinë tonë Kosovën, që shtëpia e popullit tonë, mos me vendos tjetër kush, por me vendos na. Në çdo shtëpi vinë musafir, vinë miq, të cilët mujnë me të ndihmu, por ata janë musafir. Musafiri nuk mundet mu bo pronar në shtëpi tonë. Shqiptarët i karakterizon bujaria. Sikur që janë shqiptarët mikpritësa, nuk është kërkush në botë. Mirë po, ne jemi shumë të dashur e bujar me musafir, me miqt, mirë po, ne e dim që fjallën e fundit edhe jetën
në atë shtëpi, në atë pronë, e ka ai i cili është i zoti asoj shtëpie, pronari i asoj pronë. Na nuk jemi kundër faktorëve ndërkombëtar, kundër bashkësisë ndërkombëtare, as kundër Evropës, as kundër Amerikës. Ne kemi nevojë për ndihmën e tyne, mirë po nuk mujna me pas jetë të dinjitetshme për parim, punësim, shkollim, spitalet mira, nëse punët e shtëpisë tonë, na nuk i marrim dorë tonë. Të tjerë të ndihmojnë, mirë po s'mujnë me bë punën tonë. Po mos t'ishte UÇK-ja, nuk kish me ardhur intervenimin natës. Vetëm atëherë kur t'ka po ai ty serioz për vendin tonë, edhe ai ta ka dhënë shtyme, ta ka dhënë ndihmë. Po ai s'mundet mja nis para teje punët e tu. Kur del njëri me prashit orën, edhe i thirrni natë përpara do kushëre, e do ta shamirë me një mu, qohet mëngjes, i kanë ardhë argat të tjerë me punu bashkë me to në orë, boni ju tha kë aty në kushëreve, a din qka, unë e kesh për këshyrë në fin, e spelon gjysë për vazhdoj, nisja në ju prashit një herë, e ma dikur ju bashkohën edhe une, valo e s'kanë prashit e ta. Ata kanë qëtë me të po ty një herë, tu jesë një 10-15 metra, që ti për një me, e mas ne nga ardhët një mu. Edhe kjo puna e shtetit tonë është qashtu. Duhet na vetë mja njës një herë me punu, mas ne nuk ndihmon ndihma. Po s'munët tjetër kush mja njës punën tonë. Nuk munët ushtarit Gjerman ose Amerikan me dek për me bashku Mitrovica. Nuk vjenaj me dek tu. Sepse dhe neve me na qunë kufi të Indis me Pakistanin atje në Kashmir, nuk na kona fort me dek atje. Sepse ajo është vend i tjetër kujt, as historia, as traditat, as ardhmëria nuk lidh me atë vend. Kosova është vendi jonë, edhe na i shkondesht me qenë që ata që i nisim punët për vendin tonë, i vazhdojmë me këmbgulsi, e sigurisht që edhe ndihma masanej nuk mungon. Problemi që e kemi sot në politikë është pikërisht që na kena fillu me këtë qeveri, me bisedu me Serbinë për shtëpinë tonë. Edhe Serbia nuk është gjithfar kojshije. është kojshi që po thot që toka jonë është e saj. është kojshi që po thot që shtëpia jonë s'është e jona, apo është e saj. Pra, me një kojshi të keq, i cili për ma shumë se një shekull të ka pasur në okupim, të ka dhënu, të ka vra, të ka dëbu prej aty, të ka djegë, të ka plashki, tash, pa kur far dëm shpërblimi, pa kur far kërkim falje, prap me qatë kojshin e keq, me fol për odën tane, për oborrin tanë, për kuzhinën tane, kjo nuk është më rejtë. Edhe rezultat i qësoj mënyrët gabume, e morëm lajmen e djeshëm që kryeministri ka heq dorë prej fjallës Republik në emrin e shtetit tonë, dhe e ka vendos një ylli nalt të fjalla Kosovë, e ky ylli ka poshtë në fund fletës, e spjegon në ato që pëjthojnë fusnot që rezoluta 144, mendimi gjykatës të kombëtare të drejtësisë, e nështë edhe shpallja e pavarësisë do të përmenë. Mirë po, kjo është e parancishme, sepse e ke hjek fjallën Republik. Fjallën Republik është fjalla kryesore në politikë për një shtetë. Se në botë jenë dy lloj shtetësh. Ja jenë Republika, ja jenë mretni. Dhe dine në përvenet përnushme të botës, ka dhe mretni. Ata se në Republikë, ata kanë mret. Por ka dhe sistem republikan pra Republikë. Shqipëria është Republikë, Macedonia është Republikë, Malezi është Republikë, Britania e Madhe është mretni. Se ka mretneshën, ajo Elizabeta e II, e keni po në televizor, për sigur. Dhe me thonë, ka shtetet që janë mretni. Arabia Saudita është mretni, se ka mret. Kosova edhe venet e Ballkanit janë
Republika. Në kohën Ahmet Zogut, Shqipnia ka qenë mbretëni. Sot, me kryeministrin Sali Berishën, Shqipëria është republikë. Që thojnë sërbesht, sepse dhe anglisht të thojnë se sërbesht. Me këtë shpjegimin poshtë, i cili na konteston shtëpinë, na bën shtetin ton të dyshimt, do thojnë një është, do thojnë një s'është, edhe diqysh kthehemi në kohën e para se mu shpall pavarësia, kur thuaj që statusi i Kosovës është i pacaktuar. Pore mirë, që është nuk është fatkesisht, ishtë da është lidhe e jashtëzakonshme e kuvendit Kosovës më thirë, edhe mu ngrej procedura e përgjegjësisë për ata që dhe përbojnë praktikisht e kanë privatizu Kosovën. Në tonë ata kanë bojnë Kosovën si me konë prunë private e tyne dhe që dojnë me bojnë me tonë. Nasi qytetarë edhe si votu, nuk vëzojna me leju këto kështë me ndërë. Kryeministri, ministra, ata janë njerë që duhet me shërby qytetarit. Nuk duhet na më tut për kryeministri as për kryetarit komunës, as për ministri, po aj duhet më frigu, më s'përbën gabime që punës tina ndëm qytetarit. E kjo fatkesisht pëndërë, edhe na halate, na është ajo drëja, si me thonë që na dhe me thonë, valla ka thonë kryetari, se ka thonë ministri, se ka thonë kryeministri edhe tash, jo, nga dole se poplin, më dëmtu, a na jem të dëmtu. Do me thonë, na duhet me gjithë formulin minarkit, në nëryshe jem pasojat shumë të mëdha. Po shije sare, pas shku qmimi patatës, shamu të matë. 30 cent, ne me rashim po stëp. Në trakën e nga bo 400 cent. E ta është shku 7 cent, po, me kur s'po po përqit. Na, nuk mënë më shamu me punu bujësin që folë ma herët. Ka e në të interesu me punu e. Po s'mënë me punu se qështë do nga me prodhu nga patatë 2012-2013, përse këto i kemi pashit. Edhe me këtë që të shesim, na nuk mënë me zirë pare tona. Mësijat në pare me investim mas pare. Problemi kryesor është qysh me gjithë formulën për kon me votu. Sepse kjo qeveri me ranja me dollaverët dhe tash e ka shtyrë, edhe unë e kam rejtin ma të madhe në zyrën amerikane, sepse aja ka zhati i këtë qeveri. Sepse atje shqiptarë kanë kontribu për këtë vend. Ata në alëshin fajtohen neve qytetare. Qysh tanë ky popull, të alternitën ju ka dalë tenka për pare.